أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تجثى فلندريمت لفدريمت برولية عذريمت ينبر اللهم كريو السنتون kurse salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira, më të përzemërta janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dhe shumë të respektuar vëllezër të pranishëm, vazhdoj me ligjëratën e radhës të cilët dietarët islam e kanë radhit në radhët e derseve të rrugës së xhennetit. Dersi i radhës është një mësim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të gjithë ne, një mësim për cilin ndoshta ne kohë shumë shkujdesemi ndaj këtij mësimi. E kush e praktikon këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka garantuar se është xhenetli, edhe jo çka do derejë në xhenet, po derejët më të larta të xhenetit. Në hadithin sahih, të cilët e transmetojnë pothuajse mutawatir të gjithë hadithologët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: ana wa kafilul yatim fil jannati ka hataini. Unë dhe kujdestari i jetimit, ai i cili përkujdeset për jetimin, jemi në xhennet kështu. Edhe i ka bashku gishtat. Jemi në xhennet shumë afër me njëri tjetrin. E dietarët islam, kur e kanë marrë këtë hadith e kanë analizuar, me njëherë e kanë shti në këtu radhët e derseve të rrugës së xhennetit. Se xhennetin po muj ka njëri me fitu edhe duke u kujdes për jetimin. Nëse një person ka hadithe tjera, edhe ajetet njëjtën gjë. Hadithet janë veç se shpjegimi i ajeteve, e shpjegojnë se kushdo që përkujdeset ndaj dikujt, sidomos ndaj nevojtarit, e ka shpërblim xhenetin. E me theks të veçantë nëse përkujdesemi ndaj jetimit. Jetimi ka ekzistuar çdo herë, edhe tash ekziston, po edhe shkujdesja ju ndaj tij është prezente çdo herë. E me mujt njëri sa herë mja përkujtu vetës, me mujt me gjetë nevojtar, e sidomos jetim, me u përkujdes për ta, shpërblim i madh, xheneti dhe jo çka do grade në xhenet, po në gradat më të larta të xhenetit. Pra nëse dojnë ana me konë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do t'i shpjegojmë ajetet në vazhdim, me u konë mas afërt me ta. Njën nga mënyrat për me qenë afër pejgamberit alaihi salam është edhe duke u përkujdes ndaj jetimit. Pejgamberi alayhi salam ka thonë në hadithin tjetër sahih: ai i cili përkujdeset ndaj jetimit dhe i ndihmon të tjerëve, qoftë edhe mos me qenë jetim, qoftë edhe mos mu kon njëri i varfër, po ju gjindesh në nevojën e vllaut tan, ai i cili e bën këtë vepër e ka shpërblimin sikur se ai i cili lufton në xhihad në rrugën e Allahut, dhe sikur se ai i cili falet tër natën dhe agjeron tër ditën. Parmendo çfarë shpërblimi i madh. Domethënë, pejgamberi alayhi salam, edukatori më i mirë i njerëzimit, për cilin na pretendojmë se kemi shembull. Inshallah e kemi shembull. Ai na edukoi në formën më të mirë. Fillimisht ai u eduku prej Allahut, e krejt kjo fundin, fillimin e ka prej Allahut. E pastaj ai na shpërndajti këtë dituri krejt neve. Edhe na mësoi parimet islame, moralin islam, sjelljen e mirë, pra më gjet në nevojën e tjetrit, me ndihmu tjetrit, m'ia lehtësuni çështje tjetrit, e ka shpërblimin pra sikur me u fol tër natën, me agjeru tër ditën, edhe sikur me luftu në rrugën e Allahut, sikur me shku në luft. Shpërblimi i madh nëse ti ju gjindesh në nevojën e dikujt. Është një ajet kuranor: "Wa man yuti'i Allaha war rasul
fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Krejt komentatorët e Kuranit kur e kanë komentuar këtë ajet e përmendin një rast. Thu'ban e ka pas emrin një sahabi, edhe në një takim me pejgamberin alayhis salam e vrin pejgamberi alayhis salam që ai është shumë i shqetësuar, nuk është rahat. Edhe e pyet, çka ki, po të shoh që nuk je bash mirë, bash rahat. Ai i thot, po kam frikë se në jetën e kësaj bote e falenderoj Allahun që ma mundsoi me taku pejgamberin alayhis salam, nimet i madh, edhe me mësu prej tij. Po kam frikë që në botën tjetër, prej mësimeve islame e kena kuptu që pejgamberi alayhis salam është në gradat më të larta të xhenetit. Ndoshta na hyjmë në xhenet, po mos me qenë ofër teje, prapë është humbje për mu. Edhe unë nuk jam pejgamber, ti je pejgamber, pejgambert e kanë gradën më të lartë, jo sikur krejt njerëzit e thjesht. Pejgamberi alayhis salam në atë rast ju ka zbrit ky ajet. Komentatorët e Kuranit thonë kështu: "Wa man yuti'illaha war-rasul", ai i cili bindet Allahut dhe pejgamberit Allahut, ai i cili pason mësimet e pejgamberit Allahut, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim, ai është me ata të cilët Allah i ka dhënë nimet, mirësi të mëdha. Cilën mirësi? Minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Do të jetë me pejgamberët në botën tjetër. Do të jetë në gradat e xhenetit dhe në shoqëri me pejgamberët e Allahut. Ai i cili i bindet mësimeve të pejgamberit, mundohet me tërë mundin e tij, potencialin e tij, me i pasu mësimet e pejgamberit alayhis salam, ai do të jetë me pejgamberin dhe pejgamberët e tjerë bashk në çato drejgje, pra do të takohet me të, edhe me njerëzit e mirë, edhe me shahidat. Wa hasuna ulaika rafiqa. Çfarë shoqërimi i mirë është ky? Me mujti me qenë me pejgamberin alayhis salam. Çfarë miqësie e mirë, çfarë grade e nolë që mundet me arrit dikush. Pra, ju rasisht pejgamberi alayhis salam ka thonë: unë dhe kujdestorit i jetimit, ai i cili për kujdeset për jetimin, jena bashk në xhenet, jena në një grad në xhenet. Dietarët islam e kanë potencuar edhe një mësim sa i përket jetimit. Kanë thonë, jetimi në atë kuptimin klasik që shedina krejt, ekziston pa dyshim, kejt këto shpërblime janë, nuk i mohojna krejt, po jetim me hy ma thellë dhe me analizu, konsiderohet edhe dikush i cili nuk ka njohuri për fejen e Zotit, për fejen islame, edhe për çështjet e dynjas. Në moment kur te ato e mëson, kujdesesh për to, llogaritet shpërblimin njëjtë sikur jetimin që kuptojmë na. Pejgamberi alayhis salam është pejgamberi më i mirë dhe më i zgjedhur për arsye se erdhi tek një ummet që ishte jetim, s'kish kur pa njohurike, në shturjen më të madhe kishte shku, dhe ai e nxorri nga errësira në dritë ummetin e tij. Secili njeri, edhe ndaj jetimit në kuptimin klasik, pra, mundesh me u kujdes edhe ndaj krejt njerëzimit, po edhe ndaj dikujt i cili e ka babën edhe nonën, po nuk ka njohuri, është në rrugën e humbur, ti mundesh me fitu shpërblime të mëdha nëse ti arrin ato me uzu. Pastaj ajeti tjetër në surën Beled: "Au it'amin dhi masghabe, yatiman dha maqrabe." Njeriu duhet të mundohet t'i ka përcej vështërsit në jetën e kësaj bote. Vështërsia prej vështërsive më të mëdha, po thot në surën Beled Allah, është me kalute provimin për me bo vepra të mira. Nuk është bashkë e thjesht me bo vepra të mirë. E prej veprave më të mira po e cek në Kur'an, po thot një ushqim që ja jep një jetimi, një përkujdesje që e ban ndaj një jetimi. Prej veprave më të mira. Pastaj wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair
ajet kuranor e ka theksu me theks të veçantë. Nëse të pyesin për jetemet, tregojo që kush kujdeset për jetemet, hajër të madh, mirësi të madhe ka, posedon mirësi të madhe, fiton shpërblim të madh. E shumë ajete kuranore e gjejmë wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama. Që kjo wa dhil qurba wal yatama plot ajete ka ardhur. Adhuroni Allahun, mos i bëni shirk, kujdesuni për prindrit, për të afërmit, jetemet. Zakonisht çështu ka ardhur në plot ajete, me njëherë jetimin e kinë radhë. Pastaj, prej mirësive më të mëdha, ajet kuranor, Lejse l-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghrib. Nuk është mirësia më e madhe nëse ti veç shkon në xhami edhe e kthen kryet ka kibla e nuk ju ndihmon të tjerëve nëse ata kanë nevojë. Pse? Walakin al-birra, ajeti kuranor, mirësia më e madhe është men amana billah, ai i cili beson Allahun, wal yawmil akhir, ditën e gjykimit, wa malaikatih, i beson melaqet, wal kitab, e beson Kur'anin, wan nabiyyin, e beson pejgamberin, wa ata al mala ala hubbihi dhawil yatam, edhe ai i cili mundohet pasurinë e tij me ja nda dhe pak jetimave, me u përkujdes për jetemet. Allahu po thot për në Kur'an, mirësia më e madhe, mos u habetni, nuk po thujnë ana që s'bën mu fal. Po nëse gjindën mesin ton nevojtar të shumt, edhe ti mendon që e bën e pat veç tu fal, edhe nuk kujdesemi ndaj tyre, Islami nuk na mëson kështu. Islami na mëson që ti duke u fal me shtu mirësinë ndaj atyre, edhe më shumë. Prandaj mirësi e madhe, rrugë prej rrugëve të xhenetit, që na shumë shkujdesemi ndaj kësaj, është me ju gjetë në ndihmë jetimit, me ja përkthel kokën jetimit, hadithe të shumta, me u përkujdes për ta. Pejgamberi alayhis salam ju rastisht pro ka thonë, do t'jetë në gradat më të larta me mua bashk. I ka bashku gishtat, ka thonë gjithë me mu, me pejgamberin alayhis salam, do t'jetë ai i cili kujdeset për jetimin. Pra, se cili prej nesh let munduhet që të kujdeset ndaj tyre. Sidomos ajetet kuranore nuk i përmenda se janë të shumë, kur e përmendin ajetet ata të cilët nuk kujdesen, bile përkundrazi sillen keq ndaj jetimit. Me njëherë për boll kësaj ka përmend zjarrin xhehenamin Allah. Në shumë ajete ata të cilët nuk kujdesen dhe sillen keq ndoshta ndaj tyre ose i keq përdorin ata, përballë kësaj më njëherë është zjarri. Në secilin ajet e gjeni. Përballë kësaj më njëherë është xhehenami. Prandaj mirësi e madhe, shpërblim i madh, ju vetëm grad çka don xhenet, po në gradat më të larta ai i cili kujdeset për jetimin. Dhe ju rastisht ju vetëm për jetimin, për çdo kënd, se hadithet e potencojnë që ju vetëm për jetimin, po për çdo kënd, nëse na kujdesemi, Allahu nuk kënaqet me naj shpërblim tjetër përveç se me ta dhënë xhenetin. Hadithin sahih ka thënë pejgamberi alayhis salam, ai i cili i gjendet në nevojën e vllaut të tij, diçka i ndihmon, ja lehtëson një gjend, një çështje prej çështjeve kësaj dynjaje, Allahu do t'ja lehtësoj çështjet në botën tjetër, do t'ja jap xhenetin. Nuk kënaqet me naj shpërblim tjetër për m'ia dhuru atij përpos xhenetit. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم.